Njerëzit që flejnë gjatë ditës, që mezi zgjohen, që mezi përballen me realitetin, shpesh janë ata që vuajnë në heshtje. Jo sepse janë dembel, po sepse ndihen më të qetë në gjendjen ku shpirti largohet sesa në botën që i pret zgjuar. Psikologjia moderne e quan këtë shenjë depresioni, por realisht shpesh është thirrja e Allahut për qëllimin e shpirtit. Sepse realiteti mund të jetë i dhimbshëm, mund të mungojë mbështetja, mund të mos kenë gjetur dashurinë apo qëllimin e jetës apo lumturinë që kërkojnë. Kështu ata rrinë zgjuar natën sepse nuk duan të përballen me ditën, dhe flejnë gjatë ditës sepse shpirti gjen qetësi që nuk po e gjen në jetën që po jetojnë. Pra ku shpirti udhëton natën e gjen paqen që nuk po e gjen në botën e zgjuar, sepse në atë gjendje të shkëputur nga trupi ai afrohet më shumë me botën e vërtetës, me dimenzionin ku ndjen praninë e Allahut më qartë. Edhe gjumi i tepërt edhe netët pa gjumë janë sinjale, nuk janë dënime, janë thirrje, sinjale nga Allahu që thotë ti je afër meje, më kërko. Kërko qëllimin tënd, puno për qëllimin tënd, sepse kur njeriu fillon ta kërkojë Allahun, jo vetëm natën, por edhe në mes të ditës, edhe në rrugtim, edhe në përpjekje, atëherë shpirti fillon të ndjehet mirë dhe do të keni motivim për të vazhduar e për të përmbushur qëllimin e jetës dhe për të shërbyer të Madhin Zot, sepse Allahu shndron dhimbjen në udhëzim, sprastin në përmbushje dhe gjumin në qetësi, jo në ikje. Dhe zgjidhja është afër. Fillo me një bismillah, një abdes, një dua, një namaz, një dhikr, sepse Allahu nuk i lë shpirtrat që e kërkojnë. Ai udhëzon me mëshirë drejt asaj për të cilën janë krijuar. Prandaj mos e nënvlerëso gjendjen tënde, sepse ajo që po kalon tani nuk është dobësi, po thirrje. Thirrje nga Allahu që po të fton të kërkosh atë që të çon drejt vetes tënde dhe qëllimit tënd të vërtet. Pra zgjohu ngadalë, jo vetëm nga gjumi, por nga ajo që të ka mbajtur larg vetes tënde, sepse ti nuk je i humbur, je në udhëtim, je në procesin e transformimit dhe rindërtimit, dhe Zoti yt është me ty në çdo hap të këtij udhëtimi. Mbylle natën me mirësi dhe lutu që dita të nisë me dritë për shpirtin tënd dhe për paqen që po të pret. Mos harro para gjumit thuaj këtë dua që profeti Muhammed paqja qoftë mbi të na mësoi. Me emrin tënd o Allah unë flej, në emrin tënd zgjohem. Nëse ma merr shpirtin më shiroje, nëse ma kthen atë mbroje, ashtu siç i mbron robërit e tu më të mirë. Është një lutje e thjeshtë, por është një dorëzim, një lidhje mes teje dhe atij që nuk të harron kurrë. Pra mbylle natën me mirësi, lutë Zotin me zemër sepse ai është më afër teje se çdo gjë që mendon.